E drejta deputetës është me shku edhe me po dhe vetë se nuk e nolë kërkush, na kemi edhe një farë statusit të monitorimit. Kemi listën sërbe. Unë pikrisht e thash që nuk duhet jetë në kampin e Enver Zymberi çdo kush. Po shkoj tek pjesa tek shërtimi pika 2, shërtimi vendimit të Qeverisë e Republikës së Kosovës numër 07 TP7 datës 30/03/2026 për dërgimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës jashtë vendit, si pjesë e forcës ndërkombëtare stabilizuese në Gaza. Të futet në pra të votohet tash, pra të marrim vendim. A jeni për? Po shihet që është 100% votimi, kjo është lajm shumë i mirë. Konstatoj se komisioni mori vendim që të rekomandoj kuvendit miratimin e këtij vendimi. Për fund, a ka diçka? Po, deputete. Takimin e kaluar unë kam paraqit një kërkesë për vizitën në kampin e Enver Zymberi dhe nuk e di administrata nëse ju ka dërgu email për me shku me vizitu. Nuk u marr asnjë përgjigje, kisha dashur me ditë a ka ndonjë përgjigje ajo, a pajtohet komisioni me shkuna në vizitë apo jo, që jo ta dim bile se na mujna më shku edhe vet, kush është i gatshëm me ardh, më marr pjesë. Nuk ka pas pajtim nga shumica e deputetëve dhe unë kam dërgu një kërkesë. A kemi marrë përgjigje për ju e dini që kemi bërë kërkesë për një vendim apo diçka që kanë avuku apo kushdo që e kam monitoru çështjen që ka qenë publike, po e presim përgjigjen, por të paktën deri më tash unë nuk kam marrë përgjigje nga Ministria e Brendshme apo policia për këtë çështje, përgjigje për mbylljen e atyne objekte. Pavarësisht kryetar, na kem të drejtë me ju bë kërkesë më shku me vizitu, nëse ju nuk pajtojnë na mujna me qitë në votim, kush është për, kush është kundër, dhe atëherë na jemi të lirë me shku me vizitu kush dojmë si deputet. E drejta deputetës është me shku edhe me po dhe vetë se nuk e nolë kërkush, na kemi edhe një farë statusit të monitorimit. Kështu që kisha dash, na që tash, me qitë në votim, nëse nuk pajtohet komisioni, kryt në rregull, dhe atëherë na si deputet jem të lirë kush dojmë me shku me vizitu. Unë personalisht po e bëj një propozim për të premten me shku me vizitu, kështu që nëse ju nuk jeni të pajtimit, atëherë qitën në votim, se na nuk pëdim kush është për e kush është kondër. Mirë, veç kur e marrë fjallun qëllimisht Elshova e në ndërpreva mikrofonin me ta... Po ti po flet edhe nuk po di çka po flet, do ti ndush me tregu falë. Se nuk po do me shku me vizitu. Deputet, vazhdoj. Parimisht nuk jam kundër, por unë mendoj që të kampet e njësive speciale është mendoj pak e ndihshme sepse dihet që në Mitrovic çfarë kampet e njësive speciale kemi. E dyta, në komision këtu kemi njerëz që nuk e di a duhet jenë zoti deputet atje. Edhe kështu që unë nuk mendoj që çdo njeri ka të drejtë me hi aty duke e ditë situatën. Prandaj për këtë çështje unë mendoj që mas mirë do të ishte në votim me e qit, edhe atëherë pra po e vendosim në votim pasi po kërkon deputetët, edhe vendosim me votim, pra kush është për edhe kundër për me mas pari kush është për ta vizituar kampin. Kush është kundër? Kjo po mbetet 4 me 4. Edhe arbri 5. Pra nuk është miratuar. Ju si deputet mund ta bëni kërkesën dhe pra gjithçka është në rregull, nuk u arrit unitet këtu për këtë çështje. Nëse keni edhe diçka, edhe kemi listën sërbe. Unë pikrisht e thash që nuk duhet jetë në kampin e Enver Zymberi çdo kush, apo kupton. Edhe nëse po
Po, kryesor. Po, pse nuk jeni dakord kur ju keni qenë ai kryesori ku në kodrën e trimave ka qenë i njëjti komp, kur vetë keni qenë iniciator për me mbyll qatë komp. Tash çka u bë atje, pse nuk po ndodhet? Pse nuk po vini me vizitu? Pse personalisht kam e bë kërkesë për të premte në ora 10 deri në 11 me unis, kështu që kush jeni për me ardh, muni me ardh. Dakor, deputete, po e vërtet dallon i stacioni thjesht i policisë me kompin e Verzymberi, sepse aty ka gjërat e cilat janë për publikun dhe për shkuar çdo deputet i cili ju e dini. Por unë po flas që është e drejtë e deputetit me bë kërkesë. Unë nuk pajtohem që si komision të shkojnë të gjithë aty, kështu që ne votuam kundër, ju mund të bëni kërkesë për aty dhe gjithçka në rregull.